Përshëndetje, jemi sërish me mua Artën, këtu në Pasion dhe Profesion. Sot do të bëjmë edhe një recetë tjetër, interesante dhe shumë të shëndetshme. Po fillojmë me produktet. E keni hurma, arra, çokoladë të zezë dhe të bardhë, susam. Fillojmë me përgatitjen. Fillimisht e pjekim pak susamin në temperaturë jo të shpejt, në mënyrë që të marrë ngjyrën e karamelt. Derisa susami po piqet, shkojmë me hurmat, të cilat do t'i bluajmë në mikser. Që brumi është në këtë formë, do të thotë është i mjaftueshëm, atëherë marrim susamin dhe e derdhim në sipërfaqe të drumit. Dhe brumi nga hurmet dhe arrat derdhet kështu dhe ne mundemi t'i japim formë ëmbëlsirës, pra ëmbëlsirë e shëndetshme mund ta quajmë edhe dietë. Deserti duhet të duket kështu dhe në fund mundem me e dekoru, por edhe t'japim shije me çokoladë të zezë. Deserti duhet të duket kështu dhe nëse përgatitni, ju bëftë mirë.